Ka një javë që opozitarja BDI në Çajir mban konferenca të përditshme për premtimet e dhëna e ende të panisura të kryetarit të komunës Izet Mexhiti. Sipas integristëve, Mexhiti nuk është duke realizuar asnjë nga ata që ka thënë. BDI kritikon Mexhitin për mashtrim elektoral, pasi sipas tyre, bulevardi Mihat Frashëri, premtuar para zgjedhjeve, nuk ka as projekt, as buxhet dhe as fillim realizimi. Fati në njëjtë sipas BDI se kanë edhe projektet e tjera. Akuzojnë po ashtu për ndërtime të paligjshme, duke përfshirë edhe objekte mbi ndërtime ekzistuese, në kundërshtim me premtimin elektoral për ndërtimin e kaosit urban. BDI kërkon ndërhyrje urgjente nga Inspektorati, Prokuroria dhe Ministria për të garantuar ligjin, sigurinë dhe rendin urban për qytetarët. Para zgjedhjeve, Izet Mexhiti premtoi ndërtimin e bulevardit Mihat Frashëri, një projekt madhor me 4 korsi, shtigje për biçikleta dhe lidhje të re urbane mes Çajirit, Shutkës dhe qendrës së Shkupit. Premtimi madh, fjalë të mëdha, video dhe postime plot entuziazëm. E sot pas zgjedhjeve, realiteti është i thjeshtë. Nuk ka asnjë cent në buxhetin e qytetit të Shkupit, nuk ka asnjë cent në buxhetin e komunës së Çajirit, nuk ka as projekt e nuk ka as plan. Akuzave të BDI-s, kreu i Çajirit ju përgjigj mbrëm në Klik Plus, duke paralajmëruar bum investimesh në fillim të marsit. Sipas Mexhitit, projektet janë gati, por punimet do të fillojnë në fillim të marsit për shkak të kushteve atmosferike, që siç tha, të mos u shkaktojnë telashe qytetarëve. Nëse s'kan punë tjetër, le të vazhdojnë ata me këtë fushat që e bëjnë, po në mesin e shkurtit, fillimin e marsit, dhe ballafaqohen me bagerat. Ne po bëjmë përgatitjet e fundit intensive për shkak të rrethanave kohore, kushteve klimatike, sepse një pjesë e mirë e projekteve kanë bëjnë me rregullimin e infrastrukturës nën-toksore dhe me rrugët. Dhe nëse tash i fillojmë, ka rreshet borës, rreshet shivut, dhe ajo krijon telashe tek qytetarët, vështirëson jetën, dhe mandej ka dhe reagime. Ne nuk mund nëse i hapim tash, nuk mund të edhe të mbyllim, se të bazët e asfaltit dikun ka 15 marsi, fillimi marsit, tash hapen, dhe përgatitjet janë intensive që në Çajir të ndodh pra bumi më i madh i investimeve dikun ka fillimi marsit. Mexhiti paralajmëroi projektin për lagjen Duqanxhik, për të cilin është ndarë buxhet prej 2 milion euro dhe punimet në lagjen Teneqe Mohallës. Po ashtu njoftoi se pritet nisja e rrugës Ferit Murat me kosto 1 milion euro, punimet për ashensorët, vendosja e kontonjerëve në Fushtopan dhe disa projekte të tjera.